Në të gjitha fushat raporti ka edhe arritjet, edhe problemet. Në të gjitha fushat raporti ju thot shqiptarëve që Shqipëria ecën vendosmërisht në drejtimin e duhur, dhe nga ana tjetër na thot ne se çfarë duhet bëjmë më shumë dhe më mirë që të ecim pa asnjë ndalesë për të arritur objektivin e vitit 2027. Dhe uroj dhe shpresoj që këtë urim ta marrin ashtu siç duhet të gjithë ata që nuk e duan këtë qeveri, por që sot duhet të ndjehen shumë mirë, sepse sa më pranë bëhes të jemi, aq më shumë do të ketë edhe për ta hapësirë dhe për kujdesje, gjë që nuk mungon as në këtë raport. Kështu që ndjehuni mirë që të gjithë, qofshin mbështetës, qofshin kundërshtar të kësaj qeverie, sepse kjo qeveri ka bërë detyrat edhe për mbështetësit dhe për kundërshtarët, dhe pastaj afërmiteti gjithnjë më i madh me Bashkimin Evropian është një garanci për të gjithë. Se mbështetës dhe kundërshtarët qeverisë jemi në kohë të ndryshme sipas qeverive që shkojnë dhe që vijnë. Kjo jona nuk do shkojë pa sjell Bashkimin Evropian në Shqipëri dhe pa e bërë Shqipërinë antare krenare të Bashkimit Evropian. Më tutje pastaj do shohim e do bëjmë sipas asaj që do vendos populli.